Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pijeni çdo natë para se të flini dhe pastroni mëlçin tuaj sa hapen syt. Tashmë ju duhet të keni dëgjuar për përfitimet e limonit dhe lëngut të tij në organizëm. Edhe pse ende mungojnë provat shkencore, askush nuk mund ta mohojë se ky frut ka një sasi të madhe lëndësh ushqyese. Lëngu i limonit është i pasur njëkohësisht me vitaminë C, e cila përmirëson funksionin e imunitetit. Në fakt, vetëm një gjysmë filxhani me këtë lëng ofron më shumë se gjysmën e sasisë rekomanduar ditore të vitaminës C. Lëngu i limonit është gjithashtu një burim i mirë i vitaminave të kompleksit B, magnezit, bakrit dhe shumë antioksidantëve. Për më tepër, ai përmban shumë pak kalori, karbohidrate dhe sheqerna. Antioksidantët e gjendur tek vitamina C munden që t'ju mbrojnë ju nga stresi oksidativ, të ruajnë funksionin normal të sistemit nervor, të rrisin sintezën e kolagjenit dhe mund të përmirësojnë shëndetin e lëkurës. Por se cilat janë efektet e tij në shëndet, ne ju ftojmë të dëgjoni këtë video. Kjo pije freskuese përdoret gjerësisht për efektet e saj të dobishme në shëndetin e mëlçisë. Në qoftë se ju keni bërë një kërkim të shpejtë në internet, do të gjeni me 10 faqe të cilat paraqesin programe pastrimi ku disa kërkojnë që të konsumoni lëng limoni për një javë apo edhe një muaj. Sipas të dhënave të mbledhura, efektet e flavonoideve tek agrumet luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin kardiometabolik. Këta antioksidantë reduktojnë inflamacionin, pastrojnë njëkohësisht radikalet e lira dhe po ashtu luajnë një rol të rëndësishëm duke përmirësuar aftësinë e trupit tuaj për të përpunuar edhe glukozën. Disa studime madje kanë sugjeruar se flavonoidet e agrumeve mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak dhe nivelet e kolesterolit. Disa studime gjithashtu kanë zbuluar se mund të përmirësojnë edhe simptomat e diabetit dhe të mbrojnë kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Megjithatë, shumica e hulumtimeve janë kryer tek kafshët, kështu që rezultatet mund të mos vlejnë për njerëzit. Për shembull, një studim zbuloi se lëngu i limonit mund të zvogëlojë dëmtimin kronik të mëlçisë të shkaktuar nga alkooli tek një test i kryer tek kavjet. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë edhe disa receta të tjera natyrale të cilat do të ndihmojnë në pastrimin e mëlçisë. Mëlçia është organi i cili kryen disa prej funksioneve më thelbësore në organizëm. Ajo shërben si baza e çdo procesi të metabolizmit. Mëlçia gjithashtu filtron gjakun dhe prodhon enzima, shpërbën yndyrrat dhe njëkohësisht çliron energji. Toksinat transformohen në një barë të madhe për mëlçinë dhe ato dëmtojnë ndjeshëm shëndetin dhe të gjitha funksionet e saj. Ndërkohë, problemet me funksionet e mëlçisë ngadalsojnë procesin e rënies në peshë. Kjo ndodh sepse ngadalsimi i punës së mëlçisë bën akoma dhe më të vështirë metabolizimin e yndyrnave. Mëlçia duhet detoksifikuar rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimale. Referuar disa studimeve, ne ju rekomandojmë një nga mënyrat më efikase për detoksifikimin e mëlçisë. Kura natyrale që ju do të mësoni në këtë video do të rikthejë të gjitha fuqitë natyrale të mëlçisë brenda 5 ditëve. Përbërësit që juve do t'ju nevojiten për këtë recetë janë një filxhan me majdanos të grirë, 5 kërcejnë selino, 6 gota me ujë, 3 limon. Përgatitja. Në fillim ne ju udhëzojmë që të lani të gjithë përbërësit me ujë të bollshëm. Përdorni sodë buke për larjen e limonëve dhe sigurisht mundet që më pas t'i futni të gjithë përbërësit përveç ujit në një mikser. Përzijeni mirë dhe shtoni ujin.
Përziheni bashkë me ujin derisa masa e përftuar të jetë kompakte. Për rezultate më optimale ju duhet që të pini 2 gota nga kjo kur përpara çdo vakti. Për rezultate optimale duhet të pini 2 gota nga kjo kur përpara çdo vakti. Kura duhet pirë për 3 ditë me radhë, më pas duhet të bëni pushim 7 ditë dhe pastaj përsëriteni sërish. Përpiquni të qëndroni larg metaleve të rënda dhe të pini mjaftueshëm ujë në mënyrë që të shumëfishoni ndikimin e kësaj kure pastruese dhe njëkohësisht të përmirësoni të gjitha përpjekjet tuaja për të rënë në peshë. Ushqimet më të mira për shëndetin e mëlçisë. Rushi veçanërisht ai me ngjyrë të kuqe ose vjoc përmban një sër substancash mirëbërëse siç është resveratroli që ka një larmi vlerash për shëndetin e njeriut. Shumë studime kanë treguar njëkohësisht se rushi dhe lëngu i tij ndihmojnë mëlçinë. Lëngu i panxarit. Sipas të dhënave, lëngu i panxarit është një burim nitrati dhe antioksidantësh të cilët munden që të përmirësojnë shëndetin tuaj kardiovaskular dhe njëkohësisht të paksojnë dëmin oksidues dhe inflamacionin. Perimet. Sipas të dhënave, perimet të vogla si lakra, brokoli ose barishtet janë të njohura për përmbajtjen e lartë të tyre të fibrës dhe shijen karakteristike. Ato kanë substanca bimore mjaft të rëndësishme. Ekstraktet e lakrës së vogël dhe brokolit të rrisin nivelin e enzimave detoksifikuese dhe gjithashtu ato e mbrojnë mëlçinë nga dëmtimet. Arrorët janë të pasura me yndyrra bimore dhe ushqyes duke përfshirë këtu vitaminën E, një antioksidant mjaft i fuqishëm. Kjo larmi përbërësi i jep organizmit, veçanërisht të zemrës dhe mëlçisë, një shëndet më të mirë. Peshku. Peshqit kanë një nivel të lartë yndyre të cilat janë të mira për mëlçinë. Studimet kanë treguar se ato ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrave të cilat janë të rrezikshme, ruajnë nivelin e enzimave dhe nga ana tjetër luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë rezistencën ndaj insulinës. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit konsiderohet i shëndetshëm sepse ka shumë vlera dhe ndikim në shëndetin e zemrës dhe të metabolizmit. Çaji i kamomilit. Ky çaj përmban antioksidant dhe njëkohësisht ka aftësi qetësuese. Ai përmirëson cilësinë tuaj të gjumit, të zbut nervat dhe nga ana tjetër mundet që të largojë stresin. Antioksidantët, të cilët janë pikërisht të gjendur tek kamomili, munden që të luftojnë inflamacionin që i kanoset organeve tona dhe i pastrojnë ato nga toksinat. Çaji i kamomilit i ëmbëlsuar gjithashtu me pak mjalt duhet pirë çdo mbrëmje për 2 javë me radhë. Ujë i ngrohtë me limon. Kjo pije duhet të pihet në mëngjes, por edhe në mbrëmje. Nëse zgjidhni ta pini në mbrëmje, kjo pije do t'ju ndihmojë të pastroni mëlçinë dhe njëkohësisht të eliminoni toksinat dhe mbetje të ndryshme ushqimore. Ekspertët thonë që gjysmë ore përpara gjumit duhet të pini 200 ml ujë të ngrohtë të përzier me lëngun e një limoni. Kura duhet konsumuar për plot 21 ditë me radhë. Çaji xhenxhefili me limon. Sipas ekspertëve, çaji i xhenxhefilit me limon është i mrekullueshëm jo vetëm për rënien nga pesha, por edhe për përmirësimin e shëndetit. Ato ofrojnë shumë vitaminë C dhe antioksidantë të cilët luftojnë shumë sëmundje. Xhenxhefili dhe gjithashtu limoni luftojnë inflamacionin dhe eliminojnë toksinat nga mëlçia. Mirë po duhet të dini informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.